Pse po flitet negativisht për Nën Terezën dhe sa të vërteta janë lajmet që qarkullojnë për të? A është Nën Tereza një figurë objektive apo e kontestuar? Nën Tereza është një nga figurat më të famshme humanitare të shekullit të 20. Themeloi Missionaries of Charity, mori çmimin Nobel për paqe në vitin 1979 dhe u kanonizua si shenjtore nga Kisha Katolike. Megjithatë, ajo është gjithashtu subjekt debati për kritika serioze dhe spekulime, jo për akuza të pabazuara si trafiku i fëmijëve, por për mënyrën e drejtimit të organizatës dhe për disa qasje etike dhe mjedisore. Çfarë thon kritikët serioz, jo lajmet e reme? Disa kritik dhe studiues kanë ngritur çështje si ajo dha përparësi vuajtjes shpirtërore. Kritika thon se nga që Nën Tereza besonte se vuajtja është si Krishti në kryq, në disa qendra mjekësore mjekimi me ilaçe, mjekimi dhe ilaçe të forta kundër dhimbjes u jepeshin pak ose as pak. Kushtet në disa shtëpi për të sëmurët ishin të dobta. Disa mjek dhe vëzhgues thanë se shpesh mungonin diagnozat sistematike, ushqimi mjaftueshëm apo kujdesi mjekësor profesional, përdorimi i donacioneve dhe lidhjeve politike. Kritikat përfshin edhe faktin që ajo pranoi fonde edhe nga figura politike ose diktator të dyshimt pa transparencë të plot, se si shkonin parat për të varfrit. Këto janë çështje objektive që disa studiues i analizojnë dhe diskutojnë, jo akuza kriminale. Por cilat janë thjesht fake news? Ka shumë lajme të reme që qarkullojnë në internet. Për shembull, Nën Tereza solli në jetë një fëmijë nga Anthony Fauci, është e shpifur pas një provë. Ajo shiste fëmijë. Kjo është gjithashtu e pabazuar. Akuza dramatike që lidhen me trafikim fëmijësh ose konspiracione të çuditshme. Kjo gjithmonë del të jetë dezinformim pa prova të besueshme. Shumë nga këto teori qarkullojnë edhe në rrjetet sociale dhe lajme të dyshimta, por nuk mbështeten nga burime të forta apo dokumenta zyrtare. Pse rritet ky negativitet ndaj saj sot? Ka disa arsye pse po diskutohet më shumë negativisht. Standarde moderne. Sot publiku kërkon transparencë maksimale për fondet dhe kujdesin mjekësor. Ajo ndërtoi qendra për vuajtje, jo spitale me shërbime moderne. Dokumentar kritik dhe media. Filmat dokumentar si ai i Christopher Hitchens i paraqisin ato kritika në mënyrë sensacionale dhe kjo i jep material mediave që qarkullojnë si kontestime, rritje teorive konspirative. Rrjetet sociale shpesh miksojnë fakte me trillime, duke i paraqitur si të vërteta edhe kur nuk ka prova. Si ta kuptosh se çfarë është e vërtet? Fakte të vërtetuar, ajo tha, po për të ndihmuar të varfrit dhe mori çmime ndërkombëtare të njohura për këtë. Probleme reale. Kritika serioze vijnë nga studiues dhe mjek për standardet në qendrat e kujdesit dhe qasjen ndaj vuajtjes. Lajme të reme, akuza dramatike për shitje fëmijësh apo lidhje të çuditshme me figura moderne nuk kanë prova dhe janë debunker nga fact-checkerët. Nën Tereza ishte një veprimtare humanitare njohur botërisht dhe mori çmime të mëdha në jetën e saj. Disa kritik serioz ekzistojnë, por nuk janë akuza kriminale, thjesht debate për qasje ndaj kujdesit dhe transparencës. Shumë lajme negative janë fake news dhe gjenerohen nga teoritë e konspiracionit pa prova. Pretendimet që Nën Tereza ka pasur lidhje me Jeffrey Epstein janë plotësisht pa bazë dhe nuk mbështeten asnjë provë të besueshme. Çfarë po qarkullon në rrjetet sociale janë teori konspirative të pabaza, jo fakte të verifikuara nga burime serioze. Por çfarë duhet të dimë? Nuk ka asnjë provë për lidhje me Epstein. Pretendimet që Nën Tereza ishte partneri Epstein për ndonjë biznes kriminal, ishte i përfshirë në trafikim fëmijësh, bashkëpunoi me të për shpërndarje të fëmijëve, janë thjesht fake news, pa prova serioze apo dokumenta serioz që i mbështesin ato. Studimet dhe kontrolluesit e fakteve kanë hedhur poshtë to pretendime si teori konspirative që qarkullojnë Facebook apo Telegram pa burim të verifikuar. Por çfarë është e vërtetë rreth Nën Terezës? Ajo ishte një murgesh dhe humanitare shumë e njohur për punën me të varfrit në Kalkut dhe mbar botën. U nderua me çmimin Nobel për paqe. Disa njerëz i kritikojnë metodat e organizatës së saj ose lidhjet që ajo kishte me donator, por kjo nuk është e njëjtë me mbështetje të trafikimit fëmijëve apo lidhje me krime seksuale. Pse qarkullojnë këto lajme? Shpesh në internet postojnë pretendime sensacionale pa prova, përdorime të emrave të njohur për të tërhequr
klikime apo për të krijuar teori konspirative. Njerëzit mbledhin emra të famshëm dhe i bashkojnë në komplot imagjinar pas një konfirmim nga burimet serioze. Në rastin e Nën Terezës, aludimet që ajo është e lidhur me financierin e dënuar seksual Epstein nuk shfaqen në dokumentat e dosjeve të tij, edhe as në hetimet zyrtare, por vetëm në postime të pabazuara në rrjetet sociale dhe webfaqe teorish konspirative të cilat janë vlerësuar si të paprovuara dhe të reme. Pra Nën Tereza dhe Jeffrey Epstein nuk kanë asnjë lidhje të verifikuar. Pretendimet për përfshirje të saj në aktivitete kriminale me Epstein janë fake news pa prova. Çdo lidhje pretenduar në internet mes tyre është spekullim jo fakt.